Hoxh, para se të hymë në detaje, si e shihni rëndësinë e Kuranit në jetën tonë të përditshme? Valla jam e gëzon ty dhe të gjithë vëllezërit motra të cilët do ta dëgjojnë këtë emision dhe këto fjalë, pa pikë dyshimi se rëndësia e Kuranit në jetën e përditshme e njerëzit, e veçanërisht masi që edhe biseda do të jetë rreth problemeve shpirtërore, ngarkesave shpirtërore, shërimin e smundjeve ose shërimin nga smundit shpirtërore, po edhe ato fizike, duke ditur se Kurani nuk është vetëm shërim për probleme shpirtërore që dikush mund ta kesh kupton, jo. Kurani është shërim për çdo lloj ose kundra çdo lloj smundie. Dhe për shkak të saj, pra Kurani është i rëndësishëm për jetën e njerëzit. Tha ndryshe vëllajam, pa Kuran jetë s'ka. Pa Kuran shërim nuk ka, pa Kuran udhëzim nuk ka, pa Kuran dritë s'ka. Si mundemi me thënë se jeta e njeriut do të jetë e lehtë ose kishte qenë e lehtë, kishte qenë e mirë, dhe se e brendshme e njeriut kishte qenë shumë mirë nëse njeriu është larg Kuranit. Prandaj gjëherë thirrja është që ne si njerëz të qëndrojmë sa më afër Kuranit, sepse është lishmëria mes nesh dhe Allahut subhanahu wa taala, dhe se ne madhrojmë Allahun te bareke ve taala fuqiplotin përmes madhrimit të fjalës së tij që është Kurani. Pra, masi që do jetë biseda rreth shërimit me Kuran dhe shërimi i problemeve shpirtërore me Kuran, pa pikë dyshimi se është shumë e rëndësishëm Kurani për jetën e njerëzit.